Sabri Fejzullahu, një emër që sot flet shumë, duke mbartur një bagazh superior pas vetes, edhe pse ai aktualisht i takon gjeneratës së vjetër të këngëtarëve, i cili ka arritur që edhe në kohën e re të zë vendin e duhur në skenën muzikore shqiptare. Pa asnjë dyshim mund t'i drejtohemi atij me titullin Mbret i muzikës së lejshtë shqiptare. Gjithë ne jemi rritur e dashuruar me këngët e tij legjendare, të cilat edhe sot dëgjohen me shumë nostalgji. Mund të përmendim këtu mega hitet si Merr mashiun e Prishtinës, Ma ke prish gjumin e natës, Çika e Ulpianës, Gjakun ma ke pi, Shpirt magjie e shumë të tjera. Përveç që është një artist i madh, ai ka edhe një zemër të madhe. Prandaj edhe në këtë intervistë zbuloi shumë gjëra, të cilat ju sigurojmë që si keni ditur më herët. Bisedën e nisëm me suksesin e tij të fundit, fitore në spektaklin Dance with Me, triumf ky i cili përhapi shumë komentime, kur ndër të tjera thuhej se ky nuk ishte çmim i merituar dhe se fitoria e tij i është dhuruar zotërisë Sabriut si shenjë respekti për moshën e tij, ndërsa në lidhje me këtë gjë, ai u përgjigj kështu. Unë e fitova atë dhe jam shumë i lumtur. E kam merituar, unë nuk e di. Unë nuk kam shkuar për të fituar, t'ju them të drejtën. Po, unë s'kam shkuar as bërë pirueta atje, për arsye se unë faleminderit Zotit madh që ma ka dhënë shëndetin e ndjehem mirë. Unë jam okej që i thojnë, unë jam shumë mirë. Shumë mirë me shëndet, duke i faleminderuar gjithmonë Zotit të madh. Unë s'kam ditur shumë gjëra t'i bëj atje. Në një s'kam patur kohë, në dy unë kam ushtruar gjithmonë 3 herë në javë ose 4 herë. Jam munduar që atë që e bëj me koreksin më të madhe. Po, kjo Dance with Me nuk është vetëm lojë, vetëm vallëzim. Dance with Me është edhe buzëqeshja, Dance with Me është edhe paraqitja jote, Dance with Me është edhe komunikimi mes kamerave, Dance with Me është edhe a din të kërcesh, a din të këndosh, a din të interpretosh. Domethënë s'ka qenë vetëm vallëzimi në atë. Këngët e tij të fundit si Goditje në zemër, Mos më gjuj, Ku je me këndje, dallojnë dukshëm me hitet e përmendura më herët. Ne e pyetëm atë se pse ka vendosur të eksperimentojë me muzikën e tij, a është arsyeja që në këtë mënyrë fiton më shumë, e ai me plot humor u përgjigj kështu. Po, t'jemi sinqert, po, për të fituar. Për të fituar në një. Tashi muzika është një det i pa fund dhe i pa skaj, dhe muzika është, nuk ka muzikë të keqe dhe të mirë, po a e bën mirë apo se bën mirë. Kjo është ajo. Dhe unë sun të leqitem nga njerëzit, them që unë jam ky dhe këndoj për këtë stres dhe për këto tjera të stresa nuk këndoj. Kjo është një diçka që nuk guxoj me vranë ndërgjegjjen time dhe e njerëzve të tjerë që më dëgjojnë. Unë asnjëherë në jetë, nga fëmijëria, edhe pse jam rritur me Stones, Mick Jagger dhe me ato vlerat asaj kohe të muzikës së lehtë, asnjëherë nuk jam leqitur nga populli im, nga njerëzit e mi. Dhe këto do ta bëj deri në momentin e fundit që do të këndoj. Muzika ka ndryshuar tani dhe tani, për të qenë materialisht më mirë, mos t'ju gënjej, më mirë, që të mos më mbajnë as fëmijët as kush, po që përkundrazi unë t'ju ndihmoj akoma, t'ju ndihmoj diçka, dhe që unë me gruan time nerën ta kam një jetë të rehatshme, unë këndoj edhe kështu. Qa doni, dua këte. Qa doni këta? Është 80 vjeçar, baba i 4 fëmijëve dhe gjysh i 10 nipërve, cili është raporti i tij familjar e veçanërisht me nipërit dhe mbesat e tij. Unë i kam 10 nipa e mbesa, edhe ju jeni shumë e re, kur të bëheni gjyshe, kur të bëheni edhe do të bëheni, se s'bën, vashti madh i Zot, ndjen më të mirë nuk ka në jetë. Ata që harroj lodhjen, i harroj udhëtimet, unë çdo vikend jam dikun jashtë, çdo vikend. Lodhem shumë, sepse jetë është kjo, so aeroplani, so U-ban, so S-ban, underground që thonë zbrit atje, hip atje, shko atje, pa gjumë, ktheu. Sa ty në shtëpi, si ti shof? Unë i kam 10, po njerin e kam një smundje, Artin, djalin e Ermalit, sa ta shof atje të më rolën, më shef edhe sikur, ha gjysh, ku je ti që sa ditë që s'ke ardhë.
edhe s'ke pyti për artin si është. Unë qlodhem edhe i harroj çdo gjë. Zoti i madh na pas ka dhuruar neve gjyshërve dhe gjysheve një diçka për ta përthrirë jetën tonë, për ta gëzuar jetën tonë në vitet e shtyra, e këta qizosh mos miri. Edhe pse ka mbushur të 70-tat, ai duket si një djalosh i harreshëm duke përcjell gjithmonë modën dhe trendet e fundit, mirë po që ka pikë të dobët këpucët. A jeni pyetur ndonjëherë se sa para harxhon ai në këpucë? Nëse po, u a thot vetë në vazhdim. Këpucat e fundit kanë qenë Michael Kors për burra, jo çante grave Michael Kors, edhe një jakne, si me thonë, Michael Kors, këto para me datën 2 shkurt i kam blerë në New York. I dua shumë çdo gjë që është firmate, sepse a dini pse, se s'jam i pasur për të veshur dhe mbastur gjërat lira. Njo po njo ma mirë. Ekipi ynë kishim derin dhe kënaqësinë të kalojmë një mbrëmje të mrekullueshme me një artist të madh me të cilin mburet gjithë shqiptaria. I urojmë jetë të gjatë e i këndovët zemrat gjithmonë.